E pra të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë me ju një rrëfim që në fakt më kam britur në emailin tim. Është një histori që janë nga këto histori që paragjykohen shumë, domethënë martesat me burra të cilët janë më të mëdhenj në vite. Tani çfarëdo që unë do të them, do të paragjykohem. Mbështes dashurinë, domethënë jam pro njerëzve që dashurojnë dhe le të dashurojnë, le të kënaqen për veten e tyre, por jam kundër përzgjedhjeve që një vajzë e moshës së re, domethënë bëhet fjalë për një vajzë 32 vjeç dhe një burr 56 vjeç, krijojnë emocione dhe përfundojnë në martesa. Rrëfimin e ka shkruar nëna e saj, e cila sot e kësaj dite nuk nuk e bin dot veten me të vërtetën. Unë një herë i thash që mos ta nxjerrën emrin, por ajo vendosi që ta tregon edhe emrin e vet. Është një histori që e njohin në zonën ku ajo jeton, por dëshiron që të tregon ndjesitë. Ajo thot kështu: "Nuk e kam menduar kurrë se do të vinte një ditë që zemra ime do të mbushej njëkohësisht me gëzim, habi edhe një dhimbje të lehtë që nuk e di se si ta shpjegoj. Jam nënë e një vajze dhe si çdo nën tjetër, gjithë jetën time e kam ndërtuar rreth saj. Quhem Mira, dhe vajza ime është gjithçka që unë e kam në këtë botë. E kam rritur e vetme, buri më vdiq, kur ajo ishte ende fëmijë, aq e vogël sa mezi mbante mend fytyrën e tij. Që nga ajo ditë unë vendosa të bahem edhe nan edhe baba për të. Nuk ishte e lehtë, kishte net pa gjumë, ditë me punë të lodhshme dhe momente kur mendoja se nuk do t'ja dilja dot. Por sa herë shikoja sytë e saj, gjeja forcën përsëri. Vajza ime, Elira, u rit e qetë edhe shumë e dashur. Ishte ajo lloj vajze që të gjithë në fakt e përgëzonin. Më ndihmonte në shtëpi, më përqafonte kur më shihte të lodhur dhe gjithmonë më thoshte: "Mos u shqetëso, mami. Kur të rritem do të kujdesem unë për ty." Këto fjalë, ashtu si çdo nënën, edhe mua realisht më mbanin të gjallë. Vitet kaluan shpejt. Ajo u bë një vajzë e bukur dhe shumë e mençur. Filloi punë, krijoi rrethin e saj shoqëror, por gjithmonë ishte shumë e lidhur me mua. Unë shpesh mendoja për ditën kur ajo do të martohej. Si çdo nën, e imagjinoja pranë një djali të ri, një djali të sjellshëm, që do ta donte dhe do ta respektonte atë. Por jeta, me sa duket, ka planet e saja. Ne kishim një komshi prej shumë vitesh. Ai quhej Arben. Ishte burr 56 vjeç. I qetë, shumë punëtor dhe gjithmonë i respektueshëm. Jetonte vetëm. Gruaja i kishte vdekur disa vite më parë dhe nuk kishte fëmijë. Ai shpesh na ndihmonte me gjëra të vogla. Në dimër na e pastronte borën para portës tonë, në verë na sillte fruta nga kopshti i tij. Dhe të them unë e shihja si një njeri të mirë, por kur nuk e kisha apo kur nuk më kishte shkuar ndërmend se një ditë do të lidhte jetën e vajzës time. Gjithçka filloi shumë natyrshëm, Elira e takonte shpesh, kur dilte ose kur hynte në shtëpi. Ndonjëherë ndaleshim dhe bisedonim. Në fillim, me thënë drejtën, nuk i dhash rëndësi. Lagja jon gjithmonë ka qenë si një familje e madhe, por me kalimin e kohës fillova të vërej se bisedat e tyre zgjatnin më shumë se ç'duhet. Ajo filloi ta përmendte shpesh emrin e tij në bisedat tona. Një mbrëmje, ndërsa po pinim çaj bashk,
Ajo më tha se kishte diçka të rëndësishme për të më treguar. Më kujtohet se si më rihte zemra në atë moment. Mendova se kishte gjetur dikë dhe do të më prezantonte, por nuk isha gati për atë që doja ta dëgjoja. Ajo më pa drejt në sy dhe më tha: "Mami, unë dhe Arbeni kemi filluar që të pëlqehemi." Për disa sekonda nuk fola fare. Mendja më mbeti bosh. Nuk ishte vetëm diferenca e moshës që më habiti, por ishte fakti që ai ishte komshiu ynë prej vitesh, dikush që e kisha parë gjithmonë si një mik familje. I thash me qetësi: "Je sigurt për këtë që e ndjen?" Ajo më tregoi se sa i kujdesshëm ishte me të, sa e respektonte dhe sa e bënte të ndjehej sigurt. Më tha se nuk ishte diçka e momentit, por një ndjenjë që ishte rritur dale nga dalë. Në sytë e saj e pash seriozitetin, por edhe dashurinë. Nuk do të gënjej, ato ishin ditë shumë të vështira për mua, luftoja me mendimet e mia, pyesja vete nëse vajza ime po merrte vendimin e dur. Kisha frikën për të ardhmen e saj, frikë se mos një ditë ajo do të pendohej, por njëkohësisht e shihja se sa e lumtur ishte. Mora forcën, vendova të flas me Arbenin. Ai erdhi në shtëpi emocionuar dhe shumë i respektueshëm. Më tha se e donte vajzën time dhe se nuk kishte ndërmend që ta lëndonte kurrë. Më foli për vetmin që kishte ndjerë pas humbjes së gruas dhe për mënyrën si e lira kishte sjell dritë në jetën e tij. Në sytë e tij pash sinqeritet. Nuk ishte një burr që kërkonte aventurën, ishte një njeri që kërkonte familje. Megjithatë, zemra e një nëne është gjithmonë e ndarë mes arsyes dhe ndjenjës. Netëve mendoja gjatë, kujtoja vajzën time të vogël që flinte pranë meje. E kisha premtuar se do ta mbroja gjithmonë, dhe tani ajo ishte rritur dhe po bënte zgjedhjet e saja. Kaluan muaj, ata vazhduan lidhjen e tyre, unë i vëzhgoja nga larg, shikoja mënyrën si ai e trajtonte, si e dëgjonte kur fliste, si kujdesej për të dhe ngadalë frika ime filloi që të zbutej. Një ditë Elira më tregoi se ai kishte propozuar martesën. Dhe ajo më pyeti: "Mami, je kundër ti?" Ajo pyetje më preku thellë, e kuptova se pavarësisht moshës së saj ajo ende kërkonte bekimin tim. Në atë moment kuptova se dashuria e një nëne nuk është të kontrolloj jetën e fëmijës, por ta mbështes atë. E përqafova dhe i thash: "Nëse ti je e lumtur, unë jam me ty." Dasma ishte e thjeshtë por shumë e bukur. Kur e pash vajzën time me fustanin e bardhë, lotët më rrithnin pa pushim. Nuk ishin lot trishtimi, ishin lot emocionesh, kujtimesh edhe shprese. Sot, kur i shoh bashk, e kuptoj se lumturia nuk matet me moshë. Matet me respekt, me mirëkuptim dhe me dashuri. Ata kanë krijuar një jetë të qetë dhe plot harmoni. Arbeni më respekton si nënën të tij dhe më trajton si pjesë të familjes së tyre. Nganjëherë kur vi vetëm dhe mendoj për jetën, e kuptoj se rruga që bëjmë si prindër është e mbushur me surpriza. Ne duam të planifikojmë gjithçka për fëmijët tanë, por ata kanë rrugën e tyre. Unë jam ende ajo nën që shqetësohet për vajzën e saj. Me thënë drejtë nuk e pranoj dot realitetin, por tani jam edhe një nën krenare, sepse ajo pati guximin të zgjedhë dashurinë sipas zemrës së saj. Dhe në fund, kjo është ajo që ka më shumë rëndësi, të duash edhe të duan.